Pastaj marrëveshje të nënshkruar në Bruksel në fund të 2024-s për menaxhimin e krizave që parashikon 13 milion euro si grant për Shqipërinë, sot në Tiranë u hodh hapi i radhës. Me praninë e numrit 2 të Komisionit Evropian, nisi sesioni i parë i dialogut për sigurinë dhe mbrojtjen. Sot po kalojmë nga vizioni drejt veprimeve konkrete. Ky dokument është një shprehje angazhimit tonë të përbashkët për të punuar edhe më ngushtë së bashku në përballimin e sfidave të ndërlikuara të kohës që po jetojmë. Ndërsa vetë zëvendës presidentja e Komisionit Evropian e vlerëson Shqipërinë si një aleat jo pak të rëndësishëm të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, që ka ndërmarrë sipas saj hapa të guximshme duke mbështetur sanksione ndaj Rusisë, por edhe në kuadër të gjithë zhvillimeve që po rrezikojnë sigurinë europiane. BE-ja e vlerëson shumë marrëdhënien tonë me partner të besueshëm si Shqipëria. Ju keni dëgjuar për librin tonë të bardhë ose strategjinë e gatishmërisë 2030, e cila parashikon rritje të brezit të mbrojtjes europiane, një rritje të investimeve, një rritje të kapaciteteve si dhe gatishmërisë për të arritur një pozicion të fortë mbrojtjeje europiane deri në vitin 2030. Gjatë qëndrimit në Tiranë, zëvendës presidentja e Komisionit Evropian u takua dhe me presidentin e Republikës Bayram Begaj, me të cilin bashkëbiseduan për integrimin e Shqipërisë, linjën e politikës jashtme që ndjek vendi ynë, por dhe zhvillimet në rajon.